Përshëndetje, selam aleikum, të nderuar, kudo që jeni. Kur fillon ndonjë konflikt apo një luftë, ka gjithnjë propagandë të theksuar, propagandë madhe nga të gjitha anët, si nga ajo palë e cila sulmohet edhe nga palët të cilët sulmojnë. Dhe tani në luftën aktuale që po zhvillohet, që ka filluar mes Iranit në një anë dhe Amerikës dhe Izraelit në anën tjetër, ose si ta quajmë luftë e cila u shkaktua me sulmin që u bë nga ana e Amerikanëve dhe nga ana e Izraelit ndaj Iranit. Si të duam mund ta quajmë, por kjo luftë ka filluar dhe po zhvillohet. Por çka ndëgjojmë? Lloj propagande, mbaret se kush cilës anë më shumë të janë bë. Nëse i shikoni disa nga portalet tona që të vendlindjes, duke filluar që nga Shqipëria deri në Kosovë, do të po edhe përfshi edhe hapësirën e ish Jugosllavisë, Bosnjë Hercegovinën e ku ta di çka, do të kuptoni disi gjëra të cilat nuk shkojnë. Në njërën anë, në qoftë se dikush janë bë anën Iranit, thot se raketat e Iranit kanë shkatruar Tel Avivin, njëherë pat një propagandë se gjoja e kanë goditur edhe vetë Netanyahu, ai ka vdekur, që pastaj u tregua se është fake, e kështu me radhë. Duke qenë kështu kureshtar dhe duke gjurmuar në për botë, në për qendra të geopolitikës e geostrategjisë, duke parë lajme, duke ndjekur video dhe prononcime të njerëzve eminent, gazetar, politikanë kështu me radhë në gjithë botën, dhe kur njeriu zotron disa nga gjuhët të huaja, sikurse që janë anglishtja, gjermanishtja, frëngjishtja, nuk është se i mungon që të vi deri te ndoshta disa informacione të cilat janë edhe më të sakta. Kështu që unë shikoja para 2 ditësh një video prononcim të një profesori të Universitetit të Tel Avivit, i cili është profesor në Universitetin e Tel Avivit, është historian dhe sociolog, dhe i cili jeton dhe hulumton në Tel Aviv. Dhe ai duke folur, duke u përgjigjer në disa pyetje të një gazetare nga Gjermania, thot se disa herë në ditë ndodh që ata për shkak të alarmit të sirenave të futen në për bunkere, në për hapësira mbrojtëse, duke kërkuar mbrojtje nga dëmtimet, qofshin ato të ndërtesave apo edhe në njerëz. Por më tepër se kaq asgjë. Pra, sipas prononcimit të këtij profesori, del se raketat iraniane nuk është se shkaktojnë ndonjë dëm ekzistencial në ta quajnë në territorin e Izraelit. Rësie se vetë ky profesor po raporton nga Tel Avivi. E në qoftë se ju shikoni video propaganduese, del se Tel Avivi është shkatruar, është rrafshuar me tokë. Në njërën nga pyetjet që më bëri përshtypje, që pyet gazetarja, i thot se a ka mundësi, a ekziston ndonjë gjas që Izraeli të aktivizoj bombën e tij atomike. Shikoni si përgjigjet ai. Shumë shkurt dhe shumë qartë, që çdo kush, njeri i mençur dhe me arsye, me siguri se e kupton këtë. Ai thot, në qoftë se, nëse Izraeli shkaktohet, më falni, në qoftë se Izraeli goditet në ekzistencën e tij, pra të ekzistojë si shtet, si territor, si, ata themi edhe si komb, si etni, atëherë thot mund të vi deri aty që Izraeli ta aktivizoj bombën e tij atomike
që pastaj nga Teherani apo qytetet tjera të Iranit nuk do të mbetet shumë çka mbi tokë, që është total e kuptueshme. Në anën tjetër, shikoni çka thot. Edhe pse kjo luftë zhvillohet në këtë mënyrë, të dy palët, se themi dy palë, e janë tri palë, është Amerika, Izraeli dhe Irani në anën tjetër. Por të dy palët, thot ai, kërkojnë dhe mundohen që të ruajnë një ekuilibër, një balans. Çka? Të mos shkohet deri atje sa që gjatë bombardimeve të dëmtohen edhe çështjet vitale, apo objektet vitale, apo struktura vitale e shtetit, qoftë në Iran, qoftë në Izrael. Pra, edhe këtu kemi politikë, edhe pse bëhet luftë, por politika nuk pushon së ekzistuari. Diplomacia vazhdon edhe në luftë të jetë prezente. Çka do të ndodhë? Ai pyetet për arsyet se si filloi lufta, kush ishin shkaqet? A është vërtet se lufta filloi që të ndryshohet regjimi në Iran, pra të vi deri të një ndryshim i sistemit politik, regjim change, apo ndodhi lufta që të shkatrohen ato far instalime nukleare, apo qendrat nukleare bërthamore në Iran, ose të ndalet programi i prodhimit të raketave balistike. Shikoni, ky profesor përgjigjet kështu. Thot se tani e 35 vite kryeministri i Izraelit Netanyahu kërkon që Irani të sulmohet me pretekstin, me arsyetimin se Irani është duke prodhuar bombën atomike dhe në qoftë se Irani arrin që të prodhojë bombë atomike, është Izraeli në shënjestër i pari që Irani do ta sulmojë. Por më në fund, duke u zhvilluar ky diskutim, kjo intervistë nga ana e këtij profesori i quajtur Moshe Zuckerman, në fund del se ka vetëm një çështje e cila është diskutabile, sepse Izraeli e lufton Iranin. Çështja është se në Kushtetutën e Iranit qëndron pasazhi apo neni kushtetues ku Irani do të tentojë ta shkatrojë shtetin Izraelit. Pra, në një farë mënyre, Irani drejt për drejt, direkt i kanoset shtetit të Izraelit, ekzistencës së shtetit Izraelit, edhe me kushtetutë. Kjo ndoshta edhe do të jetë një nga pikat e bisedimeve, në qoftë se do vi deri në bisedime direkte mes amerikanëve, Izraelit dhe përfaqësuesve politik të Iranit, që kjo çështje të largohet nga doktrina shtetërore, nga botkuptimi shtetëror i Iranit. Sepse e kemi vërejtë se edhe pas 4-5 javëve që ka filluar lufta në Iran, akoma regjimi nuk ka ra. Edhe gryka e Hormuzit, sipas thënieve të profesorit në fjalë, mund të hapet atë ditë kur Kina do të ulet dhe do të jetë bashkëbiseduese në bisedime, për shkak se në Këshillin e Sigurimit edhe Kina, edhe Rusia, edhe Amerika janë shtete të përhershme të Këshillit të Sigurimit, pa veton e të cilave ose pa dakordimin e njërës nga këta, nuk mund të intervenohet ushtarakisht askund në botë. E në qoftë se dikush nga këta 5 antarë hesht, mund të vi edhe të ndonjë intervenim, sikurse që ka ardhur ky tani, pra me sulmin ndaj Iranit.
me një përmbledhje të në fjalie të shkurtër. Pra, Irani duhet të tërhiqet nga kërcënimi direkt ndaj ekzistencës së shtetit të Izraelit, që nuk do mend se këte e kanë bë pikës pari Turqia, pastaj Egjipti, pastaj Jordania, e çka në vitin 2020 në këtë pikë janë dakorduar se do të bëjnë paqe me shtetin e Izraelit, edhe kush tjetër, që akoma nuk kanë marrëdhënie diplomatike, por këta që i përmenda, Turqia, Egjipti, Jordania, kanë marrëdhënie diplomatike me shtetin e Izraelit. Edhe sot kur po flasim, edhe tani që po flasim, Turqia, Egjipti, Jordania nuk i kanë ndërprerë marrëdhënie diplomatike, edhe pas luftës 2 vjeçare në Gaza, edhe pas vrasjes së mbi 100.000 njerëzve atje. Prandaj, në atë marrëveshjen abrahamitike të vitit 2020, ku janë dakorduar edhe shtetet tjera, sikurse që janë Emiratet e Bashkuara Arabe, sikurse që është Arabia Saudite, Bahreini, Katari dhe të tjerët, të cilët e kanë nënshkruar marrëveshjen e famshme abrahamitike nën patronazhin e shtëpisë së bardhë, ta quajtë ashtu, që do të bëjnë paqe me shtetin e Izraelit. Këtë mund ta bëjë edhe Irani. Dhe atë ditë, në atë moment që do e nënshkruajë një gjë të tillë, do të ndalet lufta menjëherë. Edhe do të ndalen edhe konfliktet në lindjen e mesme, sepse në marrëveshjen abrahamitike të vitit 2020, në shtator të vitit 2020, shtetet arabe, po i quaj kushtimisht ashtu, nuk kanë vendosur asnjë parakusht në lidhje me çështjen palestineze, por e kanë nënshkruar marrëveshjen me kryeministrin e tanishëm Netanyahu në shtëpinë e bardhë, në prezencën e kryetarit e presidentit amerikan, me pa asnjë parakusht, që dakordohen, që pajtohen se nuk kanë asnjë pretendim konfliktuos luftarak ndaj shtetit dhe ekzistencës së shtetit të Izraelit. Të njëjtën gjë mund ta bëjnë edhe iranianët, në qoftë se duan të kenë paqe.